Kombëtarja e Kosovës ka shënuar fitore me rezultatin 3-1 ndaj Islandës në ndeshjen e dytë të play-offit të Ligës së Kombeve, duke triumfuar në stadiumin e Mursias në Spanjë, në një shtet që nuk e njeh pavarësinë e saj. Me këtë fitore, Kosova siguron inkuadrimin në Ligën B të Ligës së Kombeve, teksa me rezultat të përgjithshëm ka fituar 5-2 përballë islandezëve. Ishin mysafirët ata që kaluan avantazh të parë duke shënuar qysh në minutën e dytë përmes Ori Oskarson, që realizoi për 1-0. Pas pësimit të golit, Kosova dal ngadalë filloi ta marrë ritmin e lojës, duke kontrolluar kundërshtarin në çdo cep të fushës. Në minutën e 9 Paqarada harkoi në zonë, Rahmani gjuajti me kokë por në duart e portierit. Dardanët rrezikuan sërish në minutën e 15, kësaj radhe përmes Ermal Kresniqit, por ai ishte i pafat pasi gjuajtja e tij përfundoi pak mbi port. Pas disa tentimeve të njëpasnjëshme për ta gjetur golin, Kosova e gjeti atë në minutën e 35, nga një aksion fantastik që kaloi fillimisht në këmbët e Milota Rashicës dhe pastaj tek Leart Paqarada. Ky i fundit asistoi tek Vedat Muriqi, i cili realizoi për të barazuar shifrat në 1-1. Po luheshin sekondat e fundit të pjesës së parë kur Milot Rashica bëri një super asistim për Vedat Muriqin, i cili realizoi sërish për të përmbysur rezultatin në 2-1 në favor të Kosovës. Në pjesën e dytë Muriqi realizoi golin e tij të tretë personal dhe të tretin për kombëtaren e Kosovës në këtë takim në minutën e 79, duke çuar shifrat në 3-1. Kjo fitore ishte një arritje historike për Kosovën, pasi për herë të parë kombëtarja e jon siguron pjesëmarrjen në Ligën B të Ligës së Kombeve, teksa kujtojmë se vite më parë e kemi nisur nga Liga D dhe ja ku jemi tani.